Kalojmë ditëlindjen e burrit tek mrizi i zanave. Kemi një lidhje shpirtërore shumë të fortë me atë vend, prandaj vendosëm që të riktheheshim dhe ta festonim atje. Sapo zbret nga makina e ndjen tamam erën e fermës dhe këtu madje shisnin dhe ajër ferme për ata që bezdiseshin nga kjo aromë. Një ironi shumë e bukur që ata kishin vendosur të bënin. Dekori jashtë ishte përshtatur fiks për stinën e vjeshtës me këta kungujt dhe kishte një atmosferë jashtëzakonisht shumë të bukur. Njoftimi më i bukur që më kanë lexuar ndonjëherë syt. Në mriz qenë janë të mikpritur, burrat që dhunojnë gratë, jo vetëm një vend me ushqim fantastik, por edhe me mesazhe shumë të forta për jetën. Si gjithmonë nisja është me lëngun e shegës dhe të gjitha këto antipastat e mira. Kur të vinë aty nuk di këtë marrësh e këtë lësh. Sigurisht patate të skuqura për zonjushën nuk mund të mungojnë dhe të gjitha këto pjatat e tjera që nuk kishte diçka që nuk më pëlqeu. Të gjitha ishin fantastike dhe me bollëk mbi të gjitha. Ndërsa kjo trasta e vogël që kishin futur bukën e ngrohtë më ngeli në mendje dhe doja të merrja një me vete në shtëpi. Po nuk do linin nam aty dhe e lash fare. Ky lakrori me kungull ma mori zemrën dhe nuk u lash asnjë copë atyre që ishin në tavolinë. Unë me thënë drejtën u ngopa me gjitha antipastat, erdhi dhe mishi, ishte ngrënë në momentin që filmova unë, por nuk kisha fare më uri, ndërsa këto janë frutat të stinës, të cilat ata gjithmonë t'i sjellin në fund. Pasi hëngra mirë e mirë, kujtova që t'i bëja edhe një video ambientit i cili ka një atmosferë patjetër fantastike dhe shumë familjare. Unë mora një trileçe të bërë vetë në shtëpi dhe e hëngra në shtëpi.